do duhet që grupi i deputetëve të Partisë Socialiste sot të mbante një qëndrim se çfarë do të bëjë me kërkesën e bërë nga SPAK-u për dhënien e lejes për të shkuar më tej në vlerësimin e masave të sigurisë ndaj zonjës Balluku, pasi SPAK-u ka kërkuar lejen për të bërë ndryshimin nga pezullimi në arrest me burg ose në shtëpi. Dhe kur pritej që kjo gjë të shpallej sot, paktën kështu është thënë dhe nga kryetari i grupit të deputetëve socialistë, nga Taulant Balla, më herët që unë do të informoj grupin për çfarë u diskutua në Këshillin e Mandateve etj. Kjo është shtyrë me sa duket, sepse kanë dalë në rend të ditës zhvillime të tjera që konkluduan në mbrëmje me ndryshimet në qeveri. Tani, normalisht, unë thash dhe ishpar që këto ndryshimet në qeveri ishin po prapë pjesë e strategjisë, mendoj unë. Jo, e kam fjallën këtu, do që nërë të ndryshim qeveri, por fjalla vjen, e kisha fjallën këtu që do të ketë konsistencë në grupi, në qëndrimin e deputetëve të Partisë Socialiste për të mos e pranuar kërkesën e SPAK-ut, apo do të bëjnë atë që kanë bërë sa herë ka quar SPAK-u kërkesë që e kanë pranuar kërkesën? Duke parë gjithë historikun e kësaj çështje Balluku kundra SPAK-ut që bashkë me qeverinë, unë mendoj se nuk do jepet pëlqimi për heqjen e imunitetit të Ballukut dhe do të vazhdoj të jetë përpara drejtësisë si e pandehur, siç është marrë tashmë, dhe do të gjykohet siç gjykohet një njeri që vetëm e këmbë të veta, sepse ne kemi mësuar, e ke edhe në të gjitha vendimet europiane që drejtësia nuk përfundon të dyert e burgut, e kupton? Do të thënë se futen njëri në burg nuk përfundoi drejtësia, do të thënë nuk dha drejtësi. Sigurisht. Dhe që të jetohet një njeri në atë lloj forme tashmë nuk e ke më as në detyrë që pretendonin që mund të prishi provat, elmoj ato duke pasur pozicionin. Tani unë mendoj se